Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeff Hovenier ka thënë se nuk dihet të shqetësuar dhe as populli i Kosovës nuk duhet të ndihet i shqetësuar nga kërcënimet e presidentit serb Aleksandar Vučić. Hovenier ka thënë se aleanca më e suksesshme ushtarake është në Kosovë, duke ju referuar NATO-s dhe sipas tij, ajo është e gatshme të veprojë nëse është nevoja. Sa i përket deklaratave të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, që tha se Serbia është më afër NATO-s se sa Kosova, ambasadori amerikan Hovenier tha se dëshiron të kundërshtoj të gjithë ata që e bëjnë krahasime. Hovenier ka thënë se është pjesë fundamentale e politikës së jashtme të SBA-ve që shtetet të jenë në gjendje të vendosin vetë për aranzhimet e tyre të sigurisë për marrëdhëniet me aleancat që duan të kenë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për mediumin britanik The Telegraph ka ndarë imazhe të, siç ka thënë ai, 48 bazave ushtarake të Serbisë që janë pozicionuar në afërsi të vijës kufitare me Kosovën. Kurti në këtë intervistë ka thënë se këto baza janë të pozicionuara në mënyrë strategjike për të mbrojtur Beogradin edhe për të sulmuar Kosovën. Kurti tha se nga këto baza 28 beson të jenë ushtarake dhe 20 të gjandarmerisë me numrin e njerëzve në secilën prej 50 deri 150. Ai vuri në dukje terrenin malor të vendit të tij, i cili e bën të vështirë mbrojtjen, si dhe 16 rrugët ilegale që serbët kanë përdorur për kontrabandën e municioneve dhe pajisjeve ushtarake në zonat me shumicë serbe, të cilat që atëherë janë mbyllur. Kryeministri i Kosovës ka thënë se prania simbolike e NATO-s në vend nuk është e mjaftueshme, teksa tha se Britania e Madhe duhet të dërgojë më shumë trupa në Kosovë.